A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazani erdhi. Kënaqësi e shumë pritur hëna re hyri dhe ky muaj i begatuar trokiti në sofrat e mendjeve dhe zemrave tona, si dhe kudo në tavolinat e shtëpive tona. Agjerimi i muajit Ramazanit fillon kur të shihet hëna re, që ndodh në natën e 30 të muajit Shaban. Nëse në këtë natë nuk shihet hëna re, atëherë agjerimi fillohet pasi muaji Shaban të ketë mbushur 30 ditë. Hëna re shihet pas perëndimit të diellit në fund të ditës së 29 muajit Shaban. Nëse ajo duket para perëndimit, atëherë ajo nuk merret parasysh. Vërtet fillimi i Ramazanit është një fillim i ri për besimtarin, i cili synon të mbush zemrën dhe shpirtin me besim dhe devotshmëri. Në Kur'an Allahu Tebaraka ve Teala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, agjerimi është bërë obligim, sikurse ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sot njerëzit e kanë shitur devotshmërinë dhe kanë humbur mjerisht në këtë botë, e cila është provim për njeriu, se a do ta kalojë testin me krijuesin e tij fuqiplot. Ramazani erdhi, po çka do të pasojë në këtë muaj? Kënd nuk e rregullon agjerimi, e shëmton agjerimin. Agjerimi është abstenim nga ushqimi, nga ngrënia, pirja, si dhe nga marrëdhëniet intime bashkëshortore. Ndalim edhe nga mëkatet dhe fjalët e liga. Ramazani është muaji i Kuranit, muaji i agjerimit, muaji i namazit, itikafit e shumë veprave të frytshme. Akademia e Ramazanit e edukon me adhurim njeriu, i cili është rob i Allahut, që ai t'i robërohet krijuesit dhe jo krijesës. Cili do të jetë mësimi që do të marrim këtë Ramazan, si dhe mësimi që do të marrim pra në këtë fillim Ramazani. Vërtet vëllezër, ka për nesh që kemi kohë që mbajmë shumë Ramazana dhe shohim diçka që nuk ka ndryshuar ende tek ne. E ajo gjë është se jemi të njëjtë, vetëm se jemi plakur një vit më shumë, por sa kemi investuar për botën tjetër, për xhenet. Mendojeni një herë dhe llogaritni veten përpara se të llogariteni, siç thoshte Umer ibn al-Hattab radiallahu anhu. Nuk kemi ndryshuar sepse nuk jemi duke lexuar veten dhe kemi ende probleme me oborrin e shpirtit. Namazi jonë është bërë kozmetik, agjerimi kozmetik që nuk kupton ritual, që ta bëjmë dhe hajt të kaloj kjo ditë apo kjo natë. Po si ka mundësi që ti o musliman të falësh dhe sapo del nga xhamia nuk je me ai musliman që ishte në Ramazan. Sapo mbaron muaji Ramazanit, ti nuk do të ndryshosh dhe gjua jote do të flasë keq. Mendimet e tua do të jenë të liga. Vërtet, tragjedi shekspiriane. Agjerimi i muajit të Ramazanit është bërë detyrim për musliman në vitin e dytë të hijretit, emigrimit. Viti 624 miladi. Për vlerat e mëdha të këtij muaji dhe të agjerimit të tij, Muhamedi a.s. ka thënë: "Ju ka ardhur një muaj i bekuar, në të cilin është bërë detyrim agjerimi. Në këtë muaj janë hapur dyert e xhenetit dhe janë mbyllur dyert e xhehenemit, e shejtanët janë lidhur në pranga. Në të gjendet një natë e cila është më mirë se 1000 muaj." Rretimet në Ramazan na shëtisin në kohë hapësirë, kur njeriu mendon se sa ngjarje të mëdha kanë ndodhur në këtë muaj. Vërtet duhet të mendojmë më shumë. Zbritja e Kuranit, i cili është libër madhështor, i cili e nxorri njerëzimin nga pellgu i errët i paganizmit akut, që kishte rënë në shoqërinë e gadishullit arabik dhe në tërë botën. Vërtet paganizmi dhe adhurimi i statujave nga kaluar deri më sot në shekullin 21 është mjerimi i mendësisë njerëzore në periudhën e teknologjisë së lartë. Përlarja e turit dhe fshehja e vërtetës sot është bërë modë. Gënjeshtari konsiderohet i drejtë e i drejti gënjeshtar. Ignoranti mbahet për i mençur e i mençuri mbahet për ignorant. Asgjë tjetër veçse ndërrim rolesh. Zoti na ruajt nga shoqëria që prodhon antivlera. Vlera e agjerimit dhe vlerat e agjerimit janë të shumta. Ato tregohen në hadithet e Muhamedit a.s. Ndër të tjera thuhet se agjerimin Allahu e ka zgjedhur për vete. Ai shpërblen për të dhe ja shton shpërblimin pa llogari. Muhamedi a.s. thotë në një hadith kutsi se Allahu ka thënë: "Esiyamu li wa ana zibihi." Agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Atë që i largohet kënaqësive dhe ngrënies për mua, për agjeruesin, ka dy gëzime. Një kur ha iftar dhe tjetrin kur të takojë Allahun. Era gojës së agjeruesit tek Allahu është më mirë se era miskut. Ashtu thot, lutja e agjeruesit nuk refuzohet. Dikush agjeron për të mbajtur linjat e trupit, por ai nuk është agjerim. Andaj lumaj njëri që agjeron për të fituar kënaqësinë e Zotit fuqiplot dhe me marrë shpërblimin hakikat këtij muaji të bekuar, i cili muaj është një universitet. Nëse i përmbahesh mirëmirësive nga Kurani dhe Suneti, do të marrësh notën maksimale. Diploma vjetore mbjellet në këtë muaj, që ka një natë me vlerë 1000 muaj dhe ka shumë ngjarje që e bëjë njeriu të mendojë të reflektojë. Bota sot fillon kudo agjerimin, sepse në tërë botë ka musliman. Kudo, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe kudo që jetojnë trojet shqiptare dhe besimtarët anë e këndruzullit toksor. Prandaj ne duhet të përgatitemi shpirtërisht dhe të menaxhojmë bereqetin, të menaxhojmë ekonominë, që me ato të ndërtojmë biblioteka, librari,
universitete, qendra studimore, të prodhojmë më shumë shkencëtar, njerëz që çojnë përpara procesit. Andaj Agjerimi na përgatit të mendojmë. Andaj ne si besimtar duhet të përmbahemi parimit të fjalës së parë nga Kurani famlar që ishte lexo, studio, ikra. Ramazani na mëson disa gjëra, të ecim me kohën dhe hapësirën, të investojmë aty ku duhet. Agjerimi duhet të jetë për Zotin dhe jo për syfaqësi. Ai rrit devotshmërinë dhe forcon për një vit atë. Mos u dëshpëron nga paragjykimi dhe akuzat e njerëzve të paditur. Thuaj, jam agjerueshëm. Agjerimi është vlerë dhe një prej kushteve të Islamit. Sa ke ndryshuar nga Ramazani i kaluar? A ke ndryshuar për të mirë apo për të keq? Ndrysho dhe shto të mirën. Mos u bëj formalist. Mos e bë besimin adet. Hajtë se po e mbaj edhe si vjetë se është vjetë me agjeru. Përmirëso burrin tënd të brendshëm të familjes, fisit, ujshiut, lagjes, fshatit, qytetit dhe shtetit. Mos të shëmtoj agjerimi, por të rregulloj, të vlerësoj dhe ta vlerësosh, jo vetëm nga ana jashtme, por edhe nga ajo e brendshme. Bismillahirrahmanirrahim. Syfyri dhe bereqeti. Enesi Allahu qoftë i kënaqur me të transmeton nga Muhamedi alayhi salatu wasalam se ka thënë: "Bëni syfyr nga se në syfyr ka bereqete të mëdha." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka preferuar vonimin e syfyrit, domethënë grënit dhe të pirë në fundin e natës, deri në kohën e imsakut, në mënyrë që përgatitja për agjerim të jetë sa më e mirë. Le të numërojmë disa urtësi të Allahut në zgjurje për syfyr. Prej bereqetit të syfyrit është ajo që i mundson njeriu të përgatitet që të bëjë më shumë ibadet gjatë ditëve të agjerimit, nga se i rrituri dhe i jeturi bëhen më neglizhent ndaj adhurimit të Allah. Prej bereqetit të syfyrit është se ai që zakonisht ngrihet në syfyr nuk është i neveritur nga agjerimi. Përkundrazi, kush nuk ngrihet në syfyr është shumë i lodhur nga agjerimi dhe agjeron me vështirësi. Prej bereqetit të syfyrit është shpërblimi i madh që arrihet me pasimin e sunetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po ashtu nga bereqeti i syfyrit është se ai që ngrihet për syfyr në fundin e natës me këtë rast përmend Allahun dhe kërkon falje të mëkateve. Wa bil ashari hum yastaghfirun, thot Zoti në Kur'an. Dhe në agim të mëngjesit dhe në imsak dhe deri në fundin e natës ata kërkojnë falje Allahut. Pastaj fal namazin e sabahut me xhamat në xhami, dhe sa ati që nuk zgjohet në syfyr edhe namazi i sabahut mund t'i kalojë me xhamat në xhami apo e fal pas lindjes së diellit, dhe në këtë rast i humb shpërblimin, pra shpërblim shumë të madh. Kjo është më së vërtetuar pasi shohim se numri atyre që falin namazin sabahut gjatë Ramazanit është shumë më i madh se jashtë Ramazanit. Prej bereqetit të syfyrit është se ai është adhurim. Nëse ai që ngrihet e bën jetë për të ndihmuar veten në adhurimin e Allahut të lartësuar dhe në pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me këtë veprim. Allahu në fenë e tij ka shumë urtësi dhe sekrete që nuk i di askush përveç tij, dhe kjo arrihet me pasimin e urdhrave të tyre. Ngritja për syfyr është mustahab, diçka e pëlqyeshme, shpërblehet ai që e vepron dhe nuk ndëshkohet ai që lëanash. Zbatohet urdhri i Zotit me kryen e këtij suneti. Arrihet bereqeti me ngritjen e syfyr dhe nuk është mirë të lihet ky rast pa u shfrytzuar. Bereqeti këtu përfshin veprimin e personit dhe ushqimin që ka për të ngrënë. Urdhri Muhamedit alayhi salatu wasalam për ndonjë çështje në fe sipas ulemave të usulit e bën kryen e atij obligimi wajib, që ai urdhët të kryhet mëdomos, por në këtë rast bëhet përjashtim, duke marrë parasysh veprimin e Muhamedit alayhi salam, pra i lidhte agjerimin një ditë me ditën tjetër, pa ngrënë iftare as syfyr ndërmjet tyre. Kështu që urdhri me këtë rast bie prej vajibit që të kryhet mëdomos, në mustahab gjest i pëlqyeshëm që shpërblet nga Allahu i lartësuar. Bismillahirrahmanirrahim. Agjerimi dhe shpirtënorja. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Men sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi." Kush agjeron Ramazanin me besim dhe bindje, duke pritur shpërblimin nga Zoti, i falen të gjitha gjunahet e tij. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Allahu në surën Yusuf ajeti 53 thot: "Egoja është shumë nxitse për të keqen, përveç atij që mëshiron Zoti im." Nefsi i njeriut është një armik i brendshëm dhe e dëmton njeriun. Ai furnizohet nëpërmjet ushqimit, dëshirave dhe veseve të këqija. Atë e sjell në vijë uria, sepse për shkak të urisë agjeruesit mendojnë për lukthin dhe pranojnë nevojën e stomakut. Njeriu kur uritet, pra e kupton se si duhet të provosh të jesësh pa ushqim dhe e kalit, e stërvit pra nefsin e tij. Pra e kontrollon atë dhe e shtyp atë, duke i treguar se nuk duhet të bëhet pra arrogant. Dhe shtypja e këtij nefsi arrogant pra e qetëson anën edhe shpirtërore të njeriu. Prandaj edhe Zoti tha në Kur'an: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ka shpëtuar që pastroi vetveten, pra që u largu nga të këqijat dhe pastroi vetveten. Andaj pastrimi i organizmit, metabolizmit ndikon edhe në pastrimin
shpirtëror. Ashtu siç është pra shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, që është muji Ramazanit në cilin ka zbrit Kurani, pra është muji i leximit të Kuranit. Po çfarë ndodh tek njeriu ku njeriu e lexon Kuranin dhe është agjerueshëm? Ndodh ajo më e mira, që shpirti i tij qetësohet dhe gjen një prehje shpirtërore dhe pra siç e tha dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, era e gojës së agjeruesit është më e mirë se misk, se parfymi. Pra sepse ajo gojë është ndaluar nga uji, nga ushqimi, nga fjalët e kota dhe ajo gojë është shumë përmendëse e Zotit. Dhe sa më shumë që e përmend krijuesin, aq më shumë të mirat i shtohen. Wala dhikrullahil akbar, dhe përmendja e Zotit është gjëja më e madhe më. Me anë të agjerimit në Ramazan pra ne arrim të krijojmë jetë më të ngritur shpirtërore, atmosferë për kushtimi, uniteti, mirësjellje dhe bujarie, sepse gjatë agjerimit ne dhurojmë sadakat tona, ndihmojmë të varfrit, bonjakët, jetimet, të smurët, jemi më solidar dhe jemi përgjegjës për çdo veprim, duke i pranuar gabimet, duke thënë astaghfirullah wa tubu ilej dhe duke kërkuar pra falje pra krijuesit ton. Dhe nëse ata kërkojmë falje, do të Allahu i madhreshëm unë nuk do t'i dënoj, por të mirat do ashtoj dhe do t'i fal dhe do t'i mëshiroj. Prandaj shpirtënorja e Ramazanit është kjo që ne pra jemi në një atmosferë të bekuar, në një atmosferë kur ne mendojmë vetëm të bëjmë gjëra të mira, gjëra pozitive dhe t'ju japim pra mirësi dhe të tjerëve, të sillemi mirë me veten tonë, por edhe me të tjerët dhe të krijojmë një ambient këndshëm shpirtëror. Bismillahirrahmanirrahim. Transmeton Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se Hamza bin Umar al-Aslami i ka thënë Muhamedit alayhis salatu wassalam atë agjeroi në udhëtim. Ai kishte zakon të agjeronte shumë dhe Muhamedi alayhis salam i tha: "Nëse dëshiron agjero, nëse dëshiron mos agjero." Pasi sahabët Allahu qoftë i kënaqur me ta e kishin kuptuar se shariati është i mëshirshëm, ligji i Zotit, dhe u ka lehtësuar që të mos agjerojnë gjatë udhëtimit në shenjë mëshire për ta, Hamza Aslami, Allahu të qoftë i kënaqur me të, ishte nga ata sahabë që kishin durim të madh në adhurimin e Zotit dhe po ashtu edhe në agjerim. Ai dëshironte të bënte sa më shumë adhurim dhe kishte zakon të agjeronte shumë. Ai shkoi dhe pyeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Atë agjeroi në udhëtim?" Muhamedi alayhi salatu wasalam i dha mundësinë që të zgjidhte ndërmjet agjerimit apo mos agjerimit gjatë udhëtimit dhe i tha: "Nëse do agjero, e nëse do mos agjero." Lejimin e ngrënies dhe të pirjes gjatë udhëtimit në Ramazan, nga se zakonisht në udhëtim ka vështirësi. Mundësia për zgjedhje ndërmjet agjerimit apo mos agjerimit për atë që ka mundësi të agjeroj. Këtu kemi për qëllim agjerimin gjatë muajit Ramazanit, që ta kuptojmë mirë këtë rregull. Do të sjellim dhe hadithin që e transmeton Abu Davudi dhe Hakimi se Hamza bin Umeru, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "O i dërguari i Allahut, unë rënkoj nga plaga në shpill, jam duke u mjeku. Ndodh që këtë vit të udhtoj, për mua më lehtë më vjen që të agjeroj në udhëtim sesa të mos agjeroj e të mbetem borxh pas Ramazanit." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Cilën do të duash, o Hamza, agjerimin apo mos agjerimin?" Prandaj Allahu thot: "Lehtësoni dhe mos vështirësoni." Pra Allahu ka lënë lehtësime për udhëtarin, "Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Kush është i smur apo udhëtar, pra është i liruar dhe duhet të agjeroj ditët kur ai lirohet nga udhëtimi, që të zëvendësoj ato ditë dhe pra të mos i lëj pra pa i zëvendësuar. Pra Allahu dëshiron që me këto gjëra na i lehtëson neve si krijesa dhe ne ta kemi më të lehtë pra sepse Allahu thot pra të lehtësoni dhe të mos vështirësoni. Këto janë lehtësime dhe mundësi të mira për çdo besimtar pra që në udhëtim të ketë mundësi dhe të ushqehet për shkak të lodhjes, mundimit nga rruga ose udhëtimit të gjatë, pa mundësisë pra që ta përballoj pra udhëtimin, sepse normalisht kur njeriu është duke udhëtuar, gjasat për lodhje, raskapitje janë më të mëdha. Por gjithsesi Allahu Teala e ka lënë këtë lehtësim për agjeruesin. Bismillahirrahmanirrahim. Nga Abdullah ibn Amr al-Asi radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Namazi më i dashur për Allahun është namazi Davudit alayhis salam. Agjerimi më i dashur për Allahun është agjerimi Davudit alayhis salam. Ai flinte gjysmë nate, 1/3 e kalonte në namaz, pastaj prap flinte 1/6. Ai një ditë agjeronte, një ditë hante." Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Kemi të sekur dhe me parë se toleranca dhe mirëqenia njerëzore të kësaj feje, të këtij besimi. Nga se ai që ka krijuar dy krijesat më të rëndësishme, njerëzit dhe xhenet, i urdhëroi ata të bëjnë veprat e mira
dhe i ndaloi nga të këqijat. U lejoi të mirat dhe u ndaloi të këqijat duke i liruar nga barrët e rënda dhe vështirësitë. Agjerimi më i dashur për Muhamedit alayhis salam, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të, me të cilin ka mundësi që të adhurohet Allahu i lartësuar, është agjerimi i Davudit alayhis salam, i cili agjeronte një ditë dhe pushonte ditën tjetër, e kështu vazhdoi tërë jetën e tij. Ai flinte gjysmë natë, një të tretën e kalonte në namaz, pastaj prap flinte një të gjashtën e fundit të natës, në mënyrë që të zgjohej i shlodhur për të rifilluar adhurimin e Allahut me vullnet në fillim të ditës. Kjo është metoda më e mirë e adhurimit, për të cilën na ka rekomanduar besimi. Agjerimi një ditë po e një ditë jo është agjerimi më i vlefshëm dhe më me vlerë se sa agjerimi i tërë kohës. Fjetja gjysmën e natës, pastaj falja namaz 1/3 e natës e pastaj prap fjetja 1/6 është namazi më i vlefshëm i natës. Për arsye se trupi ka mundësi të pushojë mirë, e pastaj të zgjohet në kohë kur zbret Allahu në qiellin e dunjas. E pastaj përsëri të flejë 1/6 në mënyrë që të zgjohet më i disponuar për të falur namazin e sabah, si dhe për të bërë dhikrin pas namazit. Adhurimi më i mirë është ai adhurim i vazhdueshëm, jo i tepruar dhe jo i mundimshëm, që nuk neglizhohet e nuk lihet pas dore. Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Dije se ke hak ndaj Zotit tënd, ke hak ndaj vetes tënde, ke hak ndaj familjes tënde dhe jepja secilit hakun që meriton." Dietari Ibn Taymija thotë: "Shariati është afirmues i drejtësisë në të gjitha porët e jetës. Adhurimi i tepërt është prej padrejtësisë që robi i ngarkon vetes së tij, prej së cilës ka ndaluar Allahu i lartësuar. Pasi jemi të urdhëruar për ndjekjen programit mesatar në adhurimin e Allahut të lartësuar. Për këtë arsye, shariati ka rekomanduar shpejtimin e iftarit dhe vënimin e syfyrit, si dhe ka ndaluar lidhjen e agjerimit. Prandaj ndjekja e metodës mesatare në adhurim është prej qëllimeve kryesore të shariatit. Kurse tëra ajo që është legjitimuar me Kur'an e Sunet është përpiluar në metodën më të dobishme mesatare, që është prej adhurimeve më të mira e më të çmuara. Adhurimet ndaj Allahut të lartësuar janë të shumta, prandaj rekomandohet që të mos kalojmë në ekstrem në ndonjërin prej tyre, e të neglizhojmë të tjerat, por që të ndjekim metodën më të mirë në praktikimin e të gjithave në mënyrë mesatare, sipas udhëzimit të pejgamberit. Po ashtu traditat e mira si sjellja mirë me familje, vizita vëllezërve besimtar, kërkimi i furnizimit, biseda me fëmijët, gjumi, bamirësia ndaj të tjerëve. Për të gjitha këto do të kesh problem nëse bëhet njëti si adhurime për të afruar tek Allahu i lartësuar me ta. Se kështu të gjitha këto tradita ndërrohen me një jetë në adhurime. Shpërblimi i Allahut për adhurimet që na mundson janë të shumta e të lloj-llojshme. Bismillahirrahmanirrahim. Agjerimi, thelbi e siyam. Rënia e fjalës siyam në gjuhën arabe rrjedh nga fjala imsak, që në gjuhën shqipe ka kuptimin të ndalohesh nga diçka, kurse për kufizimi i agjerimit sipas shariatit është ndalimi nga gjërat që e prishin agjerimin. Agjerimi i muajit të Ramazanit është shtylla e katërt e Islamit. Agjerimi është njëri ndër ibadetet e adhurimet më të vlefshme, nga sa i përfshin të 3 llojet e durimit. Në 1 sabri në adhurimin e Allahut të lartësuar, në 2 sabri ndaj mëkateve, në 3 sabri ndaj caktimeve të vështira të dëmshme të Allahut. Gjithashtu Allahu ka thënë se agjerimi përket atij e gjithashtu edhe shpërblimi i agjerimit është nga Allahu i madhëruar. Pra Allahu shpërblimin e ka premtuar se do ta jap ai vetë. Esiyamu li wa ana ajzi bihi. Agjerimi është për mua dhe unë do shpërblej për të. Agjerimi është çehtësi ndërmjet Allahut të lartësuar dhe robit të tij, si dhe amaneti më i madh. Sa i përket urtësisë së agjerimit, do të përmendim diçka shkurtimisht nga urtësitë e shumta të agjerimit, në mënyrë që sadopak të kemi mundësi që ta kuptojmë fshehtësinë e urtësisë së Allahut të lartësuar mbi obligimin e agjerimit dhe të shtohet imani në këtë kohë kur besimet e njerëzve po lohaten dhe drita e imanit të tyre po zbehet. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Do të përmendim disa nga urtësitë madhështore të agjerimit, të cilat janë: adhurimi i Allahut të lartësuar, bindja në shtrimi ndaj krijuesit, që agjeruesi ta kryejë agjerimin me përulësi ndaj Allahut të lartësuar, duke mbizotruar forcën e epsheve. Gjithashtu, forca dhe shëndeti e bën njeriu që të mendojë se është i pavarur, të kalojë kufit, ta mohojë të vërtetën e të jeti i pakujdesshëm ndaj saj. Siç thot Allahu i lartësuar në Kur'anin famlar, jo është e vërtetë sa i kalon kufit për shkak se ndjen veten të pavarur. Surja Alaq 5:6. Kështu le ta di se është krijesë e varfër e dobët tek Allahu i lartësuar. Kur pas ndikimit të agjerimit në qenien e tij, ai shet dobësinë e vet, pamundsinë e tij, atëherë kundërshton arrogancën dhe mendjemadhësinë e vet. Në nështrohet krijuesit të tij dhe sillet me butësi
ndaj të tjerëve. Nga urtësitë shoqërore të agjerimit janë kryerja e të njëjtit ibadet nga të gjithë muslimanët në të njëjtën kohë dhe sabri të gjithëve në këtë ibadet, qoftë i të fortit dhe i të dobtit, i shtresave të larta të shoqërisë dhe të ultave, i të pasurve dhe të varfërve, duke përjetuar që të gjithë mundin dhe vështirësinë e atij adhurimi, gjë që u lidh zemrat dhe i bashkon shpirtrat e tyre që të jenë kolektiv. Agjerimi i bashkon fjalët e tyre në të vërtetën, pra nuk ka forcë më të madhe e më triumfuese ndaj ideologjive raciste të gabura mbi ndërtimin e shoqërisë, si dhe ndalimin e shtypjes së klasave të ulta të shoqërisë, duke mos i bërë padrejtësi asnjëres klasë. Gjithashtu agjerimi u ashton muslimanëve dashurinë, mëshirën e ndihmën ndaj njëri tjetrit. Kur i pasuri ndjen urinë gjatë agjerimit, i kujtohet se vllai i tij musliman e ka të uritë tër jetën e tij dhe i adhuron një pjesë të pasurisë së tij, me të cilën largon urrëtitjen e të varfrit ndaj të pasurit. Dhe ajo urrëtitje zëvendësohet nga dashuria dhe harmonia ndërmjet tyre, e me këtë arrit paqja dhe mirëkuptimi ndërmjet shtresave të shoqërisë. Urtësia e edukimit dhe moralit. Agjerimi e bën njeriu më të durueshëm dhe mëson si të përballojë vështirësive të rënda dhe ja shton bindjen dhe bindjet dhe ja arrit ambicien. Ai po ashtu lukthit ose stomakut i jep pra shëndetin. Prandaj ajo është shtëpia e pothuajse të gjitha smundjeve, pra lukthi, stomaku. Kurse rujtja nga smundjet është kryet e shërimit. Kështu që është e domosdoshme për lukthin që të marrë pushimin e freskim për një kohë, që të ketë mundësi të përgatitet për punë të re pas mundimeve në tretjen e ushqimit. Pra këto ishin pak nga urtësitë e fshehtësisë të agjerimit dhe ne obligohemi nga krijuesi ynë që ta agjerojmë. Kur jemi të shëndosh, kur jemi pra ku nuk jemi udhëtar dhe kur kemi mundësi dhe jemi të rritur. Për numërimin e gjitha urtësive të agjerimit do të ishte nevojshme të shkruheshin vellime e studime të shumta, por me ato mundësi që do të posedojmë, do t'i pasqyrojmë në vim si disa nga dobitë e agjerimit. Po ashtu Ebu Hurajre, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton nga Muhamedi alayhis salam se ka thënë: askush mos të agjerojë para Ramazanit për 1 apo 2 ditë, përveç nëse dikush zakonisht ka agjeruar, atëherë le të agjerojë. Pra, ne duhet të bëjmë pra ibadetet ashtu siç na ka mësuar Allahu dhe i dërguari i tij, dhe t'i ndajmë pra gjërat, ibadetet që janë farz dhe ibadetet që janë sunet vullnetar, si dhe ato që janë pra nafile, pra që bëhen me baza vullnetare ose baza që janë do të thotë nafile. Prandaj agjeruesi agjeron kur është koha për të agjeruar dhe kur është momenti i agjerimit. Bismillahirrahmanirrahim. Agjerimi dhe shëndeti. Si ndikon agjerimi në shëndetin e njeriut? Muaji i Ramazanit është një periudhë veçantë dhe shenjtë për besimtarët musliman, e cila shënon një kohë reflektimi. Gjatë këtij muaji muslimanët agjerojnë nga agimi deri në perëndim të diellit. Ky muaj gjithashtu është një mundësi për të përforcuar vetëdisiplinën e për të praktikuar durimin, sepse edhe pejgamberi alayhis salam tha sabru diyan, durimi është dritë, është shkëlqim. Po jo vetëm në aspektin emocional. Agjerimi mund të ketë edhe ndikime pozitive në shëndetin dhe mirëqenien tuaj. Por cilat janë ato dobi shëndetësore? Rregullon kolesterolin. Shumë njerëz synojnë të humbin pak peshë duke agjeruar, megjithatë një studim i fundit zbuloi se agjerimi ndikon në profilin e lipideve, sasinë e kolesterolit. Kështu kjo ndikon në uljen e kolesterolit në gjak, e cila mund të mbajë larg sulmet në zemër, goditjet në tru dhe sëmundje të tjera. Zvoglon pra apetitin ose oreksin, të ngrenit pa mas. Respekti i Ramazanit dhe agjerimit i jep stil jetës së sistemit tuaj të tretjes një kthesë pozitive. Ndërsa trupi juaj mësohet të hajë më pak, sistemi juaj tretës ka një shans për të pushuar dhe lukthi stomaku juaj gradualisht pra zvoglohet në madhësi. Kjo zvoglon oreksin tuaj dhe rezultatet mund të zgjasin më shumë se shumë dieta në trend. Pastrohet organizmi juaj, agjerimi jo vetëm që përdor rezervat tuaja të yndyrës, por gjithashtu pastron trupin tuaj nga toksinat e dëmshme që mund të jenë të pranishme në depozitat e yndyrës. Në sistemin e tretjes, në një rregullim njëmujor, trupi juaj detoksifikohet natyrshëm, duke ju dhënë mundësi për të vazhduar një mënyrë jetese më të shëndetshme për te Ramazan. Rrit disponimin dhe ndikon tek qartësia mendore. Agjerimi mund të jetë një metodë për të rimbushur trurin duke nxitur rritjen dhe zhvillimin e qelizave të reja të trurit, duke mprehur përgjigjet ndaj informacionit në botën rreth nesh. Studimet tregojnë gjithashtu se agjerimi gjithashtu mund të bëjë trurin më elastik ndaj stresit, më të adaptueshëm ndaj ndryshimeve dhe mund të përmirësojë gjendjen shpirtërore, kujtesën dhe madje edhe kapacitetin e të mensuarit.
Prandaj agjironi që të jeni të shëndosh. Ndryshe mjekët botror e quajtën agjërimin operacion pa bisturi, pa skalper, sepse ai ndikon në largimin e toksinave dhe yndyrnave, pra dhe lufton smundjet që vijnë nga trashësia ose ndryshe obeziteti. Rëndësia e muajit të Ramazanit. Muaji i Ramazanit është adhurim, mëshirë dhe falje. Muaji i Ramazanit është devotshmëri, mbrojtje për shpirtin dhe për nefsin, për individin dhe për shoqërinë. Muaji i Ramazanit është paqe, shëndet, qetësi, pjekuri. Muaji i Ramazanit është vllazëri dhe solidarietet. Muaji i Ramazanit është muaj ku i pasuri kupton të varfrin, duke mbajtur agjërim, kur qoftë edhe pjesërisht jeton gjendjen e tij. Muaji i Ramazanit është mundësi për të përfunduar vese të këqija, për të hapur faqe të reja drejt të mirës e të bukurës. Ja pra, Ramazani, i cili përjetohet brenda kësaj vetdijeje, do të mundsoj që muajet që do të vinë më pas, madje gjithë viti, të kalojnë në mënyrë produktive. Hadithi të dërguarit të Allahut në formën për sa kohë një person shmanget nga gjunahet të mëdha, nga 5 kohët e namazit, e xumaja deri tek xumaja tjetër, dhe nga Ramazani në Ramazan, gjunahet e kryera ndërkohë janë mjet për faljen. Nuk duhet të kuptohet veç si shpagimi i gjunaheve të kryera në të kaluarën, por njëkohësisht me vetdijen që jep Ramazani, si një vullnet për të mbajtur pastër një fletë të bardhë dhe hapur deri në Ramazanin e ardhshëm. Xhamati i Ramazanit. Falënderimi i takon Zotit Suprem, i cili krijoi çdo gjë në rregull e drejtësi, por njerëzit e bëjnë padrejtësi vetës. Imagjino një saf resht të shtrembër në xhami dhe një xhamat të shpërqendruar, duke pasur vëmendjen tjetërkund, duke mos i kushtuar rëndësi adhurimeve. Sa mjerim i madh është ky. Muaji i Ramazanit është muaji i mëshirës. Xhamit u stërmbushën sot ditën e xuma. Xhamit e Prishtinës ishin stërmbushur, por muslimani nuk duhet të jetë vetëm musliman i xumas, apo musliman vetëm i Ramazanit. Ramazani është muaji që njeriu duhet i dedikohet më shumë adhurimeve, lutjeve, dhikrit, por nuk duhet haruar se këto bëhen edhe në muaj të tjerë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: xhamati, bashkësia apo bashkimi muslimanëve është mëshirë, kurse ndarja është dënim prej Allahut. Dihet se në Ramazan shpesh shohin fytyra të reja në xhami, që ndoshta është edhe hera parë që frekuentojnë xhamin që dikush mund ta ketë sjellur në xhami. Ai ka etje për mësimin e Islamit, ndaj puna madhore bie mbi xhamatlint e vjetër dhe imamin që të dinë si të sillen me këtë xhamat të ri të Ramazanit. Xhamati i Ramazanit shumicën e rasteve qëllon një xhamat entuziast dhe me dëshira të larta për të mësuar, për të falur sa më shumë, por edhe duhet ta therasim në Islam dhe me veprimet tona dhe të transmetojmë tek ata edukatën e vërtet islame. Muhamedi alayhis salam ka thënë: kam ardhur të përsosi vlerat e moralit. Një musliman me moral dhe sjellje të mirë pushton dhe dhjetra zemra me sjelljen e pra, edhe fytyra jote dhe gjestet e tua duhet të flasin islamçe. Vërtet turp që një musliman të pështyn midis asfaltit dhe të kërdis kalimtarët. Njëherë, ku një njeri kishte pështyr pranë pejgamberit alayhis salam, e ky fundit ishte skuqur, turpëruar e gërditur. Ai njeriu e kuptoi dhe vrapoi e mbuloi pështymen dhe u turpërua. Besimtari nuk duhet të mërzis e bezdis xhamatlint dhe pa përvojë. Nuk duhet i paragjikoj ata, por duhet i theras në Islam në mënyrën siç Zoti na mësoi në Kur'an. Thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi, e këshill të mirë dhe polemizo me ata që atë në mënyrë që është më e mirë. Xhamati me eksperiencë duhet të sillet butë dhe ëmbël më të riun në Islam, pse besimtari nuk e nënçmon besimtarin. Lartësuari tha: besimtarët dhe besimtarët janë miq për njëri tjetrin, urdhërojnë për të mirë, e pengojnë të ligat. Vërtet është e habitshme kur xhamit tona në namazin e sabaut Ramazan mbushën plot, kurse jashtë muajit të Ramazanit numërohen me gishta dhe janë shumë pak. Ka disa njerëz që agjerojnë por nuk falen. Mirë ai njeri që agjeron për të dobësuar, nuk agjeron për të fituar shpërblimin e xhenetit, derës Rejan, që në të do të hyjë ekskluzivisht agjeruesit, cilët lanë ushqimin
dhe çdo gjë e lejuar për të për orë të gjata të ditës vetëm për kënaqësinë e Allahut Zotit të gjithësisë. Habitëm si është ky numër i madh i muslimanëve në xhami dhe ka kaq shumë korrupsion, padrejtësi, rrotullnesh. Por si duket ajo çka tha pejgamberi alayhis salam është më së reale. Muslimanet do të jenë shumë në numër, por si shkuma e detit. Kanë filluar të mendoj shumë se ka musliman që i kanë bërë xhami tradit me kalu kohen, hyr e dil dhe e dil e hyr, pa lënë gjurmë tek në agjërimi, pa lënë gjurmë namazin në jetën tonë të përditshme. Kolapsi më i madh i shoqërisë islame do të jetë kur namazit tek individi që i thot vetes musliman të bëhet feja thjesht fasad apo mask, të humb sinqeritetin për Allahun xhëshë, të humb vlera dhe të sundoj antivlera edhe në bashkësitë muslimane, atëherë një rebësh i stuhive të humbjes do të plakos shoqëritë tona islam. Lut Zotin xhëshë që ajo ditë mos vije sepse po erdhi. Kjo vllazëri do të jetë vllazëri e rreshme. Xhamati që nuk interesohet për xhamatlion tjetër, t'ia di hallet, problemet ku jeton, a ka buk, a ka iftar, sonte, fëmijët a kanë çfarë të veshin, çfarë të mbathin për Zotin. Pejgamberi alayhis salam është i ndjerit qetë kur ka marrë vesh që ka një musliman që ka një gjendje të vështirë dhe ka organizuar komplet besimtarët që ta ndihmojnë atë. Sot na vdes shoku xhamatil, spital, dhe kur nuk kemi qenë të vizitojmë një herë për hatër të Zotit, të gjendemi në rast nevoje, ose së paku nëse nuk kemi mundësi ndihmëse me ushqim dhe financim, të bëjmë një lutje tek Allahu xhëshë që ta mëshiroj e të ndihmoj. Xhamatlin të Ramazanit mos u bëni si disa xhamatlin që kanë 15 vite që falen dhe nuk din mirë as kaptinat e shkurtëra kuranore dhe as lutje që t'i këndojnë si duhet në namaz, dhe mjerisht as të fale mirë nuk din. Ju duhet të jeni ndryshimi për të mbarë. Habitën kur 15 vitem në praktikim të islamit dhe thot, nuk kam kohë, kurse të shikoj 3 orë futboll, ka kohë, të mësoj tekst të këngësh, ka kohë, të di me 10 numra telefoni, ka kohë, di të flas anglisht rrjedhshëm, kurse leximin e Kuranit e ka lënë me njën. Ky muaj duhet të jetë kthesa historike për ty xhamatli, i ri dhe i vjetër. Xhamia nuk frekuentohet vetëm në Ramazan. Ajo duhet që gjithmonë të jetë lidhur me zemrën tonë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, në hijen e arshit të Allahut, kur nuk do të ketë hije tjetër, do të jetë edhe riu që e lidh zemrën me xhami. Xhamit kanë këtë rol. Në xhami përmendet krijuesi, Allahu, dhe përmendja e krijuesit është gjithnjë madhështore. Është në shtëpitë që Allahu lejoi të ngrihen, e që në to do të përmendet emri i tij. Ramazani është muaji i Kuranit, muaji i dhikrit, muaji i agjerimit, muaji i bashkimit e jo i përçarjes. Sot ka xhami dhe xhamati mund të jetë shumë i vogël në numër, por janë të paqar. Përçar, o vëllezër që jeni të përçar, bashkohuni në emër të Allahut, se të ndarë do të bie dënimi i Allahut mbi ju. O musliman, mos u bëni xhamat vetëm i Ramazanit dhe Bajramit, por bëhuni xhamat i ndryshimit, përmirësimit. Shiko si individ që në bashkësinë xhamatore të kontribuosh dhe të ndërtojmë një shoqëri burrash e jo meshkujsh. Bëhuni shoqëria burrave, si Muhamedi alayhis salam me shokët e tij, që bën epokë për të ndryshuar gjeneratat e reja dhe për të orientuar busullën ka e mira, ka e vërteta, ka e drejta, ka Islami dhe adhurimi i Zotit xhëshë. 10 këshillat për xhamatin e Ramazanit janë: 1. Progresi i yt vjen kur ti nuk e bën fen tënd tradit artificiale dhe zakon. 2. Xhamia është universiteti dhe vendi ku edukohesh ti. 3. Largo nga njerëzit që nuk të ofrojnë kadia, ka leximi, ka Kurani. 4. Ruajo njerëzve dhe të keqes së tyre. Lidhu me Allahun xhëshë, se kjo lidhje është e sigurt. 5. Praktise pa besimin, statujat, adhurimet e kota. Nuk shkon dhe në xhami dhe në të njëjtën kohë të ngrisesh e fuqizosh statujat dhe ideologjitë e kota. Nëse je i ri në Islam, vetmohu me Allahun dhe lexoje Kuranin, duke ndjerë çdo ngjarje shpirtërisht dhe qëndro sa më larg njerëzve të pavlerë. 7. Merr mësime nga jeta e dërguarit Muhammed alayhis salam. 8. Medito me ujin që pi, me bukën që ha, medito me ambientin që të rrethon. 9. Shijoje namazin, agjërimin, përmendjen e Allahut xhëshë. 10. Kujtoje vdekjen, zbutësën e zemrave, dijen dhe kthimi ynë është tek Allahu xhëshë. Të gjitha krijesat do të vdesin, vetë vdekja jon tregon se ne kemi nevojë për krijuesin.
Agjërimi dhe shëndeti. Një fjalë e urtë arabe thot: mendja shëndosh, në trup të shëndosh. Kur njeriu nga mendje lehtësia refuzon agjërimin, ai ka refuzuar vetveten e tij, sepse ka humbur shpërblimin, ka humbur shëndetin dhe kujdesin për organizmin e tij. Një mjek rus e quajti agjërimin operacion pa bisturi. Falenderojmë Allahun Gjeshë që na fali shëndetin, por mos të harojmë se njeriu do të përgjigjet tek Zoti Gjeshë, siç tha pejgamberi alayhis salam: shfrytëzoni shëndetin para sëmundjes. Domethënë, ta parandalosh sëmundjen përderisa je me shëndet. Helmimet e mëdha vijnë nga ushqimet që ushqehen. I dërguari alayhis salam tha: ana më e keqe e birit të Ademit është barku i tij. Atij mjaftojnë vetëm disa kafshata për të jetuar. Nëse kjo është pak për të, le ta lë 1/3 në stomakut për ushqimin, 1/3 për pije, 1/3 për ajër. Agjërimi pastron organizmin nga helmet ushqimore dhe mbetjet organike, rrit aftësi trupore, përgatit fizikisht dhe pjesë të trupit, jep energji, e formatizon dhe jep freski. Sot problemi është trashësia. Është bërë problem global, janë formuar organizata dhe fondacione për të luftuar dhjamosjen. Por me kohë, kur njerëzit nuk agjërojnë dhe nuk i përmbanë rregullave nga Kurani famlar, Fudail ibn Iyadi ka thënë: dy gjëra e vdesin zemrën e të folurit dhe të ngrënit të shumë. Njeriu duhet të hajë në mas të saktuar dhe jo të teprojë, sepse Zoti Gjeshë tha në Kuran: hani dhe pini e mos e teproni, sepse Allahu nuk do që ata të teprojnë. Burimi i shumë sëmundjeve është kequshqyrja apo ushqimi me teprizë dhe ngrënit me të mase. Shumë të rinj dhe të reja kanë pasur sëmundje që kanë përfunduar me sulme në zemër dhe probleme e çrregullime të organizmit. Agjërimi përmirëson shëndetin, rregullon metabolizmin, rifreskon gjakun, pastron organizmin nga helme toksike, lan tëmthin, stomakun e pastron nga mbetjet e tepruara që ngarkojnë të mase. Agjërimi forcon njeriu shpirtërisht, mendjen e rigjeneron, ngrit moralin, jep shpresë, të fut të mendosh për të tjerët dhe për të varfërin, për njerëzit e luftëra dhe që jetojnë në varfëri. Në Kuran thuhet: mirë po që se dini, agjërimi është më i mirë për ju. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: hani si fyrin, se në të ka bereqet të madh. Mjekësia shpjegon se njeriu gjatë natës në gjumë, stomaku i tij prodhon shumë aciditet dhe njeriu kur ngritet për të ngrënë si fyr, konsumon dhe stabilizon organizmin. Iftari hahet pas pastrimit të përgjithshëm të helmeve ushqimore, vjetore dhe ditore. Ky pastrim bëhet gjatë këtij muaji dhe organizmi njeriut kthehet në origjinalitet duke u pastruar nga mbetjet kimikale. Reflekto, revistat më prestigjioze botërore të shkencës dhe mjekësisë kanë treguar vlera që ka agjërimi për shëndetin dhe trupin e njeriut. Ai forcon kujtesën, pastron qelizat toksike nga trupi, largon nga epshet impulsit e pakontrolluara, eviton gastritin e mban trupin në formë. Muhamedi alayhis salam ka thënë: agjëroni sepse agjërimi është mbrojtje. Mbrojtja është të shtrëngosh dëshirat e tua, ti qeverisesh ato. Immanuel Kanti thonte: personaliteti është autonomia e vullnetit. Agjërimi qeveris emocionet spontane, e bën njeriu më të matur dhe që të punojë e të veprojë për aspekte ndërmjetësore me maturi dhe dituri. Agjërimi ndihmon në mënyrën graduale shërimin e këtyre sëmundjeve. 1. Sulmet të zemrës kardiake dhe arteriosklerozën. 2. Diabeti i cili dëmtohen nga agjërimi, ata që kanë diabetin, ai ndihmon në shërim. Diabeti nuk dëmtohen nga agjërimi. Ata që kanë diabetin, ai ndihmon në shërim. Agjërimi ndihmon për të shëruar sëmundjet të rrugëve, të frymëmarrjes dhe astmën. 4. Parandalon formimin e gurëve në veshka. 5. Sëmundjet e mëlçisë. Agjërimi është provuar se ka fuqi të shërojë ato pa efekte anësore. 6. Sëmundja e lëkurës, veçanërisht alergjitë dhe ekzemat kronike. 7. Hipertensionin e lartë të gjakut, shëron më të madhe. 8. Ndalon sëmundjen e kancerit. 9. Forcon psikologjinë dhe intelektin. 10. Agjërimi konsiderohet arma fitestare në mjekësinë e parandalimit të sëmundjeve. Sot harxojnë miliona euro për një shëndetësi të mbarë. Janë bërë disa lloj preparatesh, ilaçesh për parandalimin e sëmundjeve nga më të ndryshmet. Kur dihet se sëmundjet hyjnë nga portat ku kalon ushqimi dhe kur agjërimi ka orarin dhe cenzurën ushqimore,
është e vështirë të ketë sëmundje ai trup i njeriut. Njeriu parandaloi sëmundjen duke forcuar imunitetin e tij, duke përdorur ushqime natyrale dhe jo artificiale. Hante me cenzurë islame me dorën e djathtë, duke qenë agjërues. Ilaçet kanë efekte apo dëme anësore. Kurse agjërimi përkundrazi që shëron, nuk dëmton, por vetëm rigjeneron dhe ngrit imunitetin e sistemeve të pjesëve trupore të njeriut. Agjërimi ndikon në përmirësimin e mushkërive, veshkave, pankreasit, ndikon dhe në tamaret e gjakut që qetëson organizmin. Agjërimi nxit efektin natriuretik, që lejon trupin të eliminoj natriumin dhe ujin e tepërt nga organizmi. Kjo dërgon në uljen e presionit të shtypjes së gjakut. Ka efekt stabilizues në sistemin nervor qendror, rrit njëshmërinë, zgjon impulset e vigjilencës, si dhe kreativitetit. Agjërimi ndihmon sensorët të shijes, ul shqetësimet e sistemit të tretës, si dhe qetëson gjendjen e ankthit. Agjërimi rrit disponimin, qetësinë shpirtërore dhe fizike. Eliminon qelizat e shkatruara dhe të dobëta. Të gjitha këto e mira e sjell agjërimi, por ne meditojmë rreth këtij adhurimi për një shëndet të mirë. 1. Mjeku më i miri është agjërimi. 2. Humbe disa kilogram të tepër që mund të bëshin sëmundje për ty. 3. Gjetë qetësi shpirtërore dhe rregullim të metabolizmit. 4. Tani je sportist me ushqime natyrale, me ushqime natyrale që ha me orar. 5. Syfyri të eliminoj aciditetin e prodhuar gjatë natës. 6. Iftari jep ushqimin e pastër dhe ushqimin shpirtëror, si dhe gëzim e disponim. 7. Tani ke vitalitet dhe shëndet. 8. Agjëro, abstenon nga ushqimet e tepërta dhe të pricat. 9. Hemoglobina dhe tensioni rregullohen nga agjërimi. 10. Fito shëndet, fito xhenet dhe ku ka më selamet. Bismillahirrahmanirrahim. Transmetohet nga Ebu Hurajre se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: kush harron gjatë agjërimit dhe pjeha, le ta vazhdojë agjërimin sepse Zoti ka ushqyer dhe i ka dhënë të pi. Transmeton Buhariu, Muslimi, Abu Davudi, Tirmidhiu dhe Imam Malik. Ky hadith na jep të kuptojmë se feja islame është e lehtë dhe nuk e ngarkon njeriu me atë që nuk ka mundësi, por vetëm brenda mundësive të tij, si dhe duke mos e marrë në llogari për atë që nuk ka mundësi dhe për atë që ndodh jashtë dëshirës së tij. Për këtë arsye, kushdo që gjatë agjërimit të tij, duke filluar nga i Ramazanit, e po ashtu edhe agjërimi vullnetar jashtë Ramazanit, ha ose pin nga harresa, apo ka bërë gjëra të tjera që e prishin agjërimin nga harresa, le ta plotësojë agjërimin e tij, se agjërimi i tij është i plotë. Duke u nisur nga ajo se ai ato veprime nuk i ka bërë me vetë dëshirë me qëllim, por ajo ishte një mirësi nga Allahu, që deshi ta ushqejë ta freskojë. Por edhe një herë do të themi që të mos keq kuptohet se kjo vlen vetëm në atë rast kur ndodh pranë nga harresa, kur njeriu pra harron. Prandaj ne duhet ta dimë se harresa është pjesë e njeriu dhe njeriu sigurisht se harron dhe Allahu e fal kur njeriu harron. Po ashtu transmetohet në shumë hadithe të tjera se kush e prish agjërimin në Ramazan nga harresa, do të thotë nuk e përsërit atë ditë, po ashtu nuk ka nevojë për shpagim të asaj dite, pra fidje. Prandaj ne si besimtar duhet ta dimë edhe ajeti kuranor që na tregon për ta përforcuar këtë në surën Bekara, ajeti 286, Zoti ynë mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë. Pra Allahu e fal krijesën e vet kur ajo harron, pra ose gabon pa qëllim. Dhe sigurisht harresa është pjesë e insanijetit. Pra njeriu është pra që harron. Pra nuk ka mëkat për ngrënie dhe pirje nga harresa, sepse ai nuk e ka bërë atë me vetdije ose me dëshirë. Kuptimi se Allahu e ka ushqyer është se ajo ka ndodhur pa dëshirën e tij, se Allahu ja ka bërë kader caktim harresën që të hajë e të pi dhe se prapa agjërimi i tij është i vlefshëm dhe i plotë. Dhe në momentin pra që ju vjen ajo vetdia ose mendja dhe e kuptuat që jeni agjërueshëm, e ndërprerni për një herë pra, edhe thoni astagfirullah, mund të thoni deri 3 herë astagfirullah, dhe pra Allahu ju ka ushqyer dhe ju ka shpërblyer. Prandaj Zoti thot në Kur'an, lehtësoni dhe mos vështirësoni. Pra Allahu ka lehtësuar dhe nuk ka vështirësuar për krijesat e veta. Ramazani erdhi. Kënaqësi e shumë pritur, hëna e re hyri, dhe ky është muaj i begatuar, cili trokiti në sofrat e mendjeve dhe zemrave tona, si dhe kudo në tavolinat e shtëpive tona. Agjërimi, muaji të Ramazanit, fillon kur të shihet hëna e re. Kjo ndodh në natën e 30 të muajit Shaban. Nëse në këtë natë nuk shihet hëna e re, atëherë agjërimi fillohet pasi muaji Shaban
ti ketë mbushur 30 ditë. Hëna e re shihet pas perëndimit të diellit në fund të ditës së 29 të muajit Shaban. Nëse ajo duket para perëndimit, atëherë ajo nuk merret parasysh. Vërtet, fillimi i Ramazanit është një fillim i ri për besimtarin, i cili synon të mbushë zemrën dhe shpirtin me besim dhe devotshmëri. Në Kur'an, Zoti QSH thot: O ju që keni besuar, agjerimi u është për obligim, sikur se ishte obligim dhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëhen të devotshëm. Shumë njerëz sot e kanë shitur devotshmërinë dhe kanë humbur mjerisht në këtë botë, e cila është provim për njeriun sa do kaloj testin provimin me krijuesin e tij fuqiplot. Ramazani erdhi. Po çka do pasojë në këtë muaj? Kënd nuk e rregullon agjerimi, e shëmton agjerimi. Agjerimi është abstenim nga ushqimi, nga ngrënia, pirja, si dhe nga marrëdhëniet intime bashkëshortore, ndalim dhe nga mëkatet dhe fjalët e liga. Ramazani është muaj i Kuranit, muaj i agjerimit, muaj i namazit, i itikafit, shumë veprave të fryqshme. Akademia Ramazanit edukon me adhurim njeriu, i cili është robi i Allahut që ai t'i roberohet krijuesit dhe jo krijesës. Cili do t'jetë mësimi që do marrim në këtë Ramazan? Si dhe mësimi që do të marrim në këtë shkrim të ditës së parë të Ramazanit. Vërtet, vëllezër, ka prej nesh që kemi kohë që mbajmë shumë Ramazana dhe shohim diçka që nuk ka ndryshuar ende tek ne. Ajo është gjë se ne jemi të njëjtë, vetëm se jemi plakur një vit më shumë. Por sa kemi investuar për botën tjetër, për xhenetin? Mendojeni një herë dhe llogaritni veten përpara se të llogariteni. Siç thoshte Umer ibn Hatabi Ra, nuk kemi ndryshuar sepse nuk kemi duke lexuar veten dhe kemi ende probleme me oborin e shpirtit. Namazi jon është bërë kozmetik, agjerimi kozmetik që nënkupton ritual, që ta bëjnë dhe hajt, të kaloj kjo ditë apo kjo natë. Po si ka mundësi që ti o musliman të falësh dhe sa po del nga xhamia, nuk je më ai musliman që ishe në Ramazan. Sa po mbaron muaj i Ramazanit, ti nuk do të ndryshosh dhe gjua jote do të flasë keq. Mendimet e tua do t'jenë të liga. Vërtet tragjedi shekspiriane. Agjerimi muajit të Ramazanit është bërë detyrim për muslimanët në vitin e dytë të hijretit, emigrimit. Për vlerat të mëdha të këtij muaji dhe të agjerimit të tij, Muhamedi alayhis salam ka thënë: Ju ka ardhur një muaj i bekuar, në të cilin është bërë detyrim agjerimi. Në këtë muaj janë hapur dyert e xhenetit, janë mbyll dyert e xhenemit, dhe shejtanët janë lidhur në pranga. Në të gjenden një natë, e cila është më e mirë se 1000 muaj. Përjetimet në Ramazan na shëtisin në kohë dhe hapësirë ku njeriu mendon se sa ngjarje të mëdha kanë ndodhur. Në këtë muaj, vërtet duhet të mendojmë më shumë. Zbritja e Kuranit, i cili është libër madhështor, i cili nxori njerëzimin nga pellgu i errët i paganizmit, aku që kishte rënë në shoqërinë e gadishullit arabik dhe në tëra botën. Vërtet, paganizmi dhe adhurimi i statujave nga kaluara deri më sot në shekullin e 21 është mjerim i mendësisë njerëzore në periudhën e teknologjisë së lartë. Shpërlarja e trurit dhe fshehja e të vërtetës
sot është për modë. Gënjeshtari konsiderohet i drejtë, e i drejti i gënjeshtar. Ignoranti i mbahet për i mençur, e i mençur i mbahet për ignorant. Asgjë tjetër veç se ndërim rolesh. Zoti na ruajt nga shoqëria që prodhon antivlera. Vlerat e agjerimit janë të shumta. Ato tregohen në hadithet e Muhamedit a.s. Kundër tjera thuhet se agjerimin e Allahu gjëshë e ka zgjedhur për vete. Ai shpërblen për të dhe ja shton shpërblimin pa llogari. Muhamedi a.s. thot në një hadith kutsi se Allahu gjëshë ka thënë: agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Atë që i largohet kënaqësive dhe ngrënjes për mua. Për agjeruesin ka dy gëzime. Një, kur ha iftarin, dhe tjetri, kur të takoj Zotin e tij. Era gojës së agjeruesit tek Allahu është më e mirë se era e miskut. Njashtu thot: lutja e agjeruesit nuk refuzohet. Dikush agjeron për të mbajtur linjat e trupit, por ai nuk është agjerim. Andaj, lumaj njerit që agjeron për të fituar kënaqësinë e Allahut, fuqiplot, dhe më marr shpërblimin hakikat të këtij muaji të bëkatuar, i cili muaj është një universitet, dhe si përmbahesh mirë mësimeve nga Kurani dhe Suneti, do të marrësh notën maksimale. Diploma vjetore mbjellet në këtë muaj, që ka një natë më vlerë, 1000 muaj dhe ka shumë ngjarje që të bëjnë njeriu të mendojë e të reflektojë. Bota sot fillon kudo agjerimin, sepse në tërë botën ka musliman, kudo në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe trojet shqiptare. Besimtarët e vërtet shtrëngojnë këmbët dhe përpiqen që këtij muaji që japin hakun jo vetëm në iftare, nga se siç mora vesh që vitin e kaluar ishin ngrënë iftar me shumë mbi 24.000 euro dhe ishte bërë shpërdorim i madh ushqimesh. Me ato para mund të ndërtojë një bibliotekë islame apo do të botoheshin me qindra libra me tematika islamo-shkencore. Duhet bëhet investimi i duhur në vend të duhur. Njerëzit me emra musliman hanin darka iftare qindra euroshe, kurse profesorët qifut hanin gurabia të vogla me ujë dhe investonin shumë amaramendëse. Për libra dhe dije, e ku jemi ne në këtë segment? Kur dihet se urdhëri i parë në Kuranin fisnik është lexo. Mësimet që marrin nga leksioni i seminarit dhe shkollës son të si vjetme me emrin Ramazan janë: ec me kohën dhe hapësiren, investo aty ku duhet. Agjerimi duhet jetë për Zotin dhe jo për syfaqësi. Ai e rrit devotshmërinë dhe forcon për një vit atë. Mos u dëshpëro nga paragjykimi dhe akuzat e ignorantëve. Thuaj, jam agjerueshëm. Agjerimi është vlerë dhe një prej kushteve të Islamit. Sa ka ndryshuar nga Ramazani i kaluar? A ka ndryshuar për të mirë apo për të keq? Ndrysho dhe shto të mirën. Mos u bëj kozmetik, mos u bëj fen adet. Hajtë se po e mbaj dhe si vjetë se është mbet me agjeru. Përmirëso oborin tënd të brendshëm, të familjes, fisit, kujshiut, lagjes, fshatit, qytetit dhe shtetit. Mos të shëmtoj agjerimi, por të rregulloj, jo vetëm nga ana jashtme, por edhe nga ana brendshme. Llojet e agjerimeve. Allahu nuk ju dënon nëse betoheni pa qëllim, por do t'ju dënoj për betimin që po e bëni me qëllim. Kompensimi për atë është të ushqeni 10 varfanjak me ushqim mesatar, me çka e ushqeni familjen tuaj, ose t'i vishni, ose t'i lironi nga robëria. Por kush nuk ka, le ta agjeroj 3 ditë. Surja Maide 89. Kurse si të mos ju nënshtrosh
atij, por bën sejdë dhe afroj Zotit tënd. Surja Alaq, ajeti 19. Lutja e pejgamberit në fillim të Rexhepit. O Zot, na bekon në Rexhep e në Shaban dhe na mundëso ta presim Ramazanin. Usam ibn Zejdi i ka thonë pejgamberit alayhis salam, nuk e kam vënë re të kesh agjëruar në asnjë muaj tjetër si në Shaban. I që përgjigjur, ky është muaji që kanë lënë anash njerëzit, edhe pse është në mes Rexhepit e Ramazanit. Në këtë muaj i shkojnë veprat Zotit të botëve, ndërsa unë më shumë ti dua që veprat e mia të shkojnë derisa jam duke agjëruar. Transmeton Nesai, Ahmedi, Abu Davudi dhe Ibn Huzeime. Aisha radiallahu anha ka thënë, po e shoh pejgamberin e Zotit se agjërimi në Shaban e keme të dashur se sa agjërimet e muajve të tjerë. Po tha, vërtet Allahu në këtë muaj parashef vdekjen e atij që ka për të vdekur në këtë vit. Më pëlqen që xheli im të caktohet sa të jem në gjendje të agjëruesit. Ebu Jala. E kishin pyetur pejgamberin se cili namaz është më i vlefshëm pas farzit, u është përgjigjur: namazin e gjysmën të natës. Pastaj e pyetën: cili është agjërimi më i mirë pas namazit? U përgjigj: muaji i Allahut që e quani Muharram. Transmeton Muslimi, Ahmedi dhe Abu Davudi. Një njeri e kishte pyetur Resulullahin sallallahu alaihi wasallam: o pejgamberi i Allahut, cilin muaj ma urdhëron të agjëroj pas Ramazanit? Muhamedi alayhis salam i kishte thënë: nëse dëshiron të agjërosh pas Ramazanit, atëherë agjëroje Muharramin, ai është muaji i Allahut. Në këtë muaj ka ditë kur Allahu e ka falur popullin dhe në të do t'i falë dhe të tjerët. Transmeton Taberani. Aisha radiallahu anha tregon: pejgamberi ka urdhëruar agjërimin e Yawmul Ashurës, pastaj kur përcaktua agjërimi i Ramazanit ka thënë: kush dëshiron të agjërojë Yawmul Ashurën, le të agjërojë, e kush nuk do, le të hajë. Transmeton Buhariu. Ashabët e pyetën pejgamberin për agjërimin e ditën e Arafatit e ai u tha: agjërimi në ditën e Arafatit i shlyen të gjitha mëkatet e bëra vitin e kaluar dhe ato që do të bëhen në të ardhmen. Transmeton Muslimi. Ebu Katade transmeton se ashabët e kishin pyetur pejgamberin për agjërimin e sehenës dhe ai u ishte përgjigjur: kjo është dita në të cilën kam lindur unë, në të cilën jam zgjedhur për pejgamber dhe në të cilën më është dërguar shpallja. Transmeton Muslimi. Agjërimi më i dashur për Allahun është agjërimi i Davudit alayhis salam. Ai një ditë agjëronte, një ditë hante. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Mos agjëroni të xhuman përveç se po të keni agjëruar edhe ditën para saj ose ditën pas saj. Buhariu dhe Muslimi. Nuk ka agjërim ai që agjeron gjithmonë. Pra këto ishin disa nga llojet e agjërimit të preferuara që na mësonte i dërguari ynë Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ramazani, muaj i mirësive të mëdha. Ramazani, ky muaj që Allahu i ka dhënë më shumë vlerë se muajt të tjerë, të cilin e ka përmendur me emër në librin e tij të shenjtë, në të është mundësia më e mirë për atë që dëshiron të ndryshojë vetveten, për atë që do të shpëtojë shpirtin e tij. Ramazani, po për meditim, pendohemi për jetën që kaluam pas kënaqësive të kësaj bote dhe të drejtojmë idealet tona në botën e ardhme të përjetshme. Ramazani, kjo derë mëshirës që mundson që era e parfumit të besimit të depërtojë në zemrat tona. Ramazani, koha e tregtisë më të vlefshme për besimtarin që ti shumoj pemet e kopshtit e tij në xhennet. Ramazani, koha vet llogarisë për secilin nga ne. Kjo mirësi e madhe që po afron. Mendoni se sa shumë njerëz nuk kanë mundësi ta përjetojnë më. Mendoni sa na do Allahu që po na jep këtë dhuratë kaq të madhe. Ramazani, muaji i Kuranit, muaji i ibadeteve, i teravive, muaji i duave dhe i lotëve. Le të rrjedhin lotët tonë si lum, në të cilin pastrohet shpirti ynë nga gjuna. Ramazani, muaji i bashkimit të muslimanëve më shumë se kur, muaji i iftareve të përbashkët, muaji në të cilin muslimanët takohen çdo ditë në xhami për të falur namazin e teravis. Ramazani, në të cilin njerëzit janë më afër Allahut, më afër vetvetes dhe më afër njerëzve të tjerë. Në këtë muaj besimtari edukon veten e tij në përulje ndaj Allahut, e mund nefsin e tij duke mohuar brenda ditës nevojat më elementare për jetën, ngrenjen dhe pirjen. Dhe në iftar gëzimi i papar për arritjen e suksesit që ja do lëmban këtij qëllimit ton dhe kështu bëm një hap drejt kënaqësisë së Allahut. Agjërimi në këtë muaj, ama agjërimi çdo pjesë të trupit, jo vetëm i luksit, stomakut, por dhe i gjuhës dhe i veshëve, syve, këmbëve dhe duarve, dhe agjërimi i zemrës. Ky lloj agjërimi pra ka shpërblimin vetëm nga Allahu, shpërblim pa hesab, sa askush tjetër nuk e di. Ky agjërim na bën të kuptojmë më mirë të varfrit, të vëbegtët, jetimet, anë mban botës, të cilët kush e di se sa kohë qëndrojnë pa ngrënë dhe pa pirë. Me këtë agjërim, Allahu na jep shansin që të jemi më afër tyre, që të përjetojmë edhe ne vetë ndjenjat e tyre, që të përjetojmë edhe ne vetë ndjenjat e tyre, që të na shtohet keqardhja për ta, humaniteti, solidariteti, ndihma si nga ana materiale, ashtu edhe nga ana shpirtërore, me dua dhe lutje për ta. Se varfëria është një sprovë e vështirë të cilën Muhamedi alayhis salam e ka krahasuar me kufrin. Prandaj u lut dhe tha: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. O Zot,
Zot më ruaj nga mohimi dhe varfëria. Agjerimi na ofron gjithashtu edhe më shumë me veten tonë. T'i dem me njën të gjitha ato gjëra që na mbijnë trurin dhe na prishin zemrën. Dëmirat e Ramazanit nuk mbarojnë me të numëruara, sepse janë të shumta. Agjerimi ka shumë të mira mjekësore pashtu. Gjitha këto të mira pra i arrin me mirësitë e Allahut, me mirësinë e Allahut, i cili në këtë muaj i hap dyert e xhenetit, i mbyll dyert e xhehenemit dhe lidhet iblisin në zinxhir. Prandaj besimtar, ju ka ardhur ky muaj dhe ky muaj që po e përjetojmë është ai muajve të bekuar, mundësi kthese dhe ndryshimi që të përparojmë dhe të arrijmë suksese të jashtëzakonshme në jetën tonë. Andaj mos e humbisni këtë shans të madh, le të jetë ky muaj arritje e pastërtisë dhe besimit dhe qëndrimit stoik imanor. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit Mëshiruesit Mëshirbërës. Ngjarje të mëdha në Ramazan. Në Ramazan ndodhen disa ngjarje madhore që ndryshuan historinë e njerëzimit për të mirë. Normalisht se ato kishin efektet e veta. Zbritja e Kuranit. Siç përmend Allahu në surën Bekare, Ramazani është muaji në cilin u shpall Kurani. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pra muaji Ramazanit në të cilin filloi shpallja kuranore. Ndodhi betejë e famshme e Bedrit. Betejë e Bedrit u zhvillua në ditën e 17 të Ramazanit në vitin e 2 të kalendarit hijri. Betejë në të cilin muslimanët triumfuan. U shlirua Mekja në vitin e 8 hijri. Dërguari sallallahu alaihi wasallam hyri me një ushtri prej 10.000 vjetësh dhe shliroi pra Mekën. Inna fatahna laka fathan mubina. Edhe të anonsojmë ty që të fitosh një fitore të madhe. U flasin për triumfin të vërtetës ndaj të pavërtet. Ishte një çlirim paqësor, pa viktima, pa dhomë. Ky çlirim sinjalizoi fundin e adhurimit të idhujve dhe paganizmin e gadishull në arabik dhe kthimin në adhurimin e Allahut një të vërtetë. Po në Ramazan vdiq gruaja e Muhamedit a.s. Hatixha e pastër, gruaja e dashur e pejgamberit ton Muhammed a.s. Dhe më shumë se 2 dekadash me sa duket ka vdekur në vitin 10 pas pejgamberllëk gjatë muajit Ramazan. Kjo e preku Muhamedin a.s. thellë dhe është një nga arsyet pse ky vit specifik është titulluar viti i pikëllimit. Se Hatixha ishte gjithmonë krah të dërguarit Muhammed a.s. dhe e suportonte qoftë moralisht dhe materialisht. Ishte një besimtar e cila kontriboi në përhapjen e mirësisë kudo në. Vrasja e Ali ibn Abi Talibit, kalifi 4 i Islamit dhe kushëri i të dërguarit Muhammed a.s. u vra tragjikisht nga havarixhet me 17 pra të Ramazanit në vitin 40 hijri. Burrat e Taifit, njerëzit e Taifit e pranon dinin Islam. Në vitin e 9 të hijretit, në muajin e bekuar të Ramazanit, fisi thakë nga qyteti Taifit erdhi pranoi Islamin pas 20 viteve të armiqësisë ndaj të dërguarit ton Muhammed a.s. Kur dihet rasti se si ata e gjujtën dhe me gurë dhe deshen dytë. Po ashtu në Ramazan, Salaudin Ejupi, generali i njohur, komandanti i njohur në poshtë kryeqytetare. Në Ramazan të vitit 1187, në betejën e kryqëzatave, Salaudini erdhi dhe imposhti kryeqytetarët në betejën e Hatinit. Kjo betejë sinjalizoi se ishte fundi i tyre kryeqytetarëve. Kjo gjithashtu hapi rrugën që Salaudini të mbërrisë shpejti në Jeruzalem. U mundën mongolët poshtë. Mongolët kërkuan në të gjithë tokën, pra të nduan dhe ishin vrastar, vranë njerëz në miliona. Mamluku Sultan Kutuz i Egjiptit e kuptoi se do të merrte qendrim për të shpëtuar jo vetëm muslimanët, por edhe pjesën tjetër të popullsisë së botës nga rrënimi. Pikërisht në 15 Ramazan të vitit 658 hijri, ai u hoqi muslimanët në një betejë kundër mongolëve në burimet e Goliathit, ku pa disfata e parë ndonjëherë mongolëve. Mongolët pra u mposhtën për herë të dytë në betejën e Khabit. Gjithashtu zhvilluan në Ramazan vitin 702 pra hijri. Këto dhe shumë ngjarje të tjera madhore ndodhen pra pikërisht në muajin e bekuar të Ramazanit, të cilat ndryshuan të jetën e historisë së njerëzimit dhe triumfoi e vërteta ndaj të pavërtetës. Bismillahirrahmanirrahim. Ushqimi të varfërve në Ramazan. Pa dyshim që muaji i bekuar i Ramazanit, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, është muaji në cilin ka zbritur Kurani, mirë po është edhe muaji i rahmetit, muaji i mëshirës. Dhe jepni nga të mirat që ju dha Allahu, pa dyshim se ato do të shumëfishohen. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, ushqeni të tjerët qoftë dhe me një kokër hurme, sepse ajo mund të bëhet shkak që t'ju largojë nga zjarri i xhehenemit dhe t'ju fusë në xhennet. Ushqimi të varfërve, sidomos në kohën e Ramazanit, ka një shpërblim të veçantë për njerëzit që janë bonjak, jetim, skamnor dhe të varfër. Padyshim duhet ju të qëndrojmë pranë dhe të jemi pranë të sëmurve,
pra njerëzve që kanë pra aftësi të veçanta, që kanë pra aftësi të kufizuara. Është mirë pra që të qëndrojmë pranë dhe t'ju ndihmojmë atyre, sepse edhe Zoti thotë Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan." Pra Zoti urdhëron në devotshmëri e mirësi dhe jo në armiqësi. Andaj secili prej nesh që jemi agjërues dhe që kemi mundësi të shtrojmë ndonjë iftar ose të ndihmojmë ndonjë nevojtar, është mirë ta bëjmë sa më parë. Prandaj dora që jep është më mirë tek Allahu se ajo që merr. Mirë po edhe që ajo merr, edhe ajo që merr pra padyshim që do të ketë mëshirën dhe rahmetin e Zotit. Besimtar dhe besimtare, të ushqesh një të varfër sot është një mirësi e madhe, sepse ti po shkakton një efekt, një alkimi të mirë, po shkakton një buzëqeshje dhe ndjenjë të mirë tek të tjerë. Andaj nëse ne shkaktojmë mirësi tek të tjerët, atëherë mirësia do të shkaktohet edhe tek ne. Zoti thot në Kur'an: "Hel jazaa'ul ihsani illa al-ihsan", pra mirësia në mirësi kthehet. Andaj bëj mirë se do të gjesh mirë. Sadakaja pra e shuan hidhrimin e Allahut, ushqimi ndaj të varfërve e shton pasurinë, sepse edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam lutej: "Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr", o Zot më ruaj nga mohimi yt dhe varfëria. Prandaj ne gjithë si besimtarë duhet të mobilizohemi sadopak që të mundsojmë ushqimin me iftare njerëzve në nevojë. Njerëzit që kanë mbetur të pastre, të papunë, të sprovuar nga jeta, që nuk gjejnë punë, që t'ju mundsojmë pse jo dhe punësim, mirë po atyre që nuk janë në punë ose janë invalid, janë të sëmur, janë pra me nevoja të caktuara, pra i ka sprovu Zoti, pra që nuk kanë mundësi të punojnë, atëherë ne duhet të ndihmojmë atyre dhe të qëndrojmë pranë me ato mundësi që na ka dhënë Zoti. Dhe jepni nga të mira që ju ka dhënë Allahu, se padyshim pra Allahu u ashton ato. Andaj është një kënaqësi e veçantë kur ne dhurojmë, sepse lumturia është në dhënje, jo vetëm në marrje. Prandaj efekti i dhënjes do thotë është efekt i cili zgjidh problem. Dhe ti nëse bën shkak të zgjidhësh problem një prej krijesave të Allahut, Allahu do të zgjidh problemet e tua.